janë pikërisht premtimet e Perëndisë për besimtarët. Pra mos harrojmë që në këtë rrugtim, për gjithë ata që zgjedhin të jetojnë krishterimin, Perëndia jep disa premtime. Nëse do i shkruajmë të gjitha këtu, nuk do mjaftonte një kompjuter dhe një server i tërë për të mbledhur të gjitha premtimet, por do shohim disa. Tek Hebrejve 13:5, Perëndia ka thënë, nuk do të lë kurrë dhe nuk do të braktisë kurrë. Pra besimtarin e rilindur, atë që zgjedh me gjithë zemër të ndjekë Perëndinë, dhe të jetojë sipas fjalës së tij. Zoti thotë që nuk do ta lë kurrë dhe nuk do ta braktisë kurrë. Pra përmend dy fjala kurrë që do thotë as në këtë jetë, as në jetën e përjetshme. Perëndia do të gjithmonë me birin apo bijën e tij. Te Psalmi 55:20 thotë që Zoti mban barrat tona. Hidh mbi Zotin, thotë madje. Barrën tënde dhe ai do ta mbajë, thotë. Dhe Zoti pra ai s'do t'i lejojë kurrë që i drejti të lëkundet. Pa kur jeton në drejtsinë e Perëndisë, ti nuk e për të lëkundur kurrë. Sepse Perëndia të mban dhe Perëndia thotë hidhi mbi mua barrat e tua. Prandaj barrën, ndaj shqetësimet, problemet me Perëndinë. Dhe ai do t'i mbajë problemet, do të çlirojë, do t'japi paqen, shalomin, siç thonë shkrimet e vjetra hebraike. Te Psalmi 37:25 na thuhet që kurrë se kam parë të drejtin të braktisur dhe pasardhjen e tij të lypin bukë. Pra ai që jeton sipas drejtësisë Perëndisë, jo sipas asaj çfarë ai vetë mendon se është drejtësi, po sipas asaj që ka përcaktuar i Madhi Zot. Ai s'ka për të lëkundur kurrë dhe ka për të qenë i qëndrueshëm në gjithçka që bën duket mbarsi, sepse Zoti do jetë me të, sipas shkrimit. Te Filipianëve 4:19 na thuhet dhe Perëndia im do të plotësojë çdo nevojë tuaja sipas pasurisë së tij me lavdi në Jezu Krishtin. Pra, Perëndia do të plotësojë çdo nevojë, thotë shkrimi. Por ama sipas pasurisë së tij, jo dëshirave tona, se ne mund të kemi ndonjë dëshira mëkatare. Ka krishterë për shembull që mund të mendojnë të jetojnë në luks, të kenë 20 makina luksoze, por kjo nuk është vullneti i Perëndisë. Ndërkohë që të tjerë vdesin për bukë dhe sklavarohen, sikur se thamë. Pra Perëndia gjithmonë do t'i japi, do të plotësojë çdo nevojë, sidomos nevojat bazë, nuk do të braktisë kurrë, thotë Zoti, por do t'japi sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezu Krishtin. Tek Mateu 6:33 vetë Zoti Jezu Krisht na thotë që kërkoni në fillim mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. Dhe këto gjëra, thotë ai, çfarë në materiale, fizike, do t'ju shtohen. Pra nëse kërkojmë mbretërinë e Perëndisë, pra vullnetin e Zotit në jetën tonë së pari, kjo është mbretëria, dhe drejtsinë e tij, jo të tonën. Jezusi thotë që edhe nevojat fizike dhe materiale, Perëndia do t'ua shtojë, do t'ua plotësojë bashkë me ato shpirtërore. Tani vetëm për ta provuar, prandaj Zoti thotë diku tjetër, ejani dhe më provoni. Ose ejani dhe provoni se sa i mirë Zoti, thotë diku tjetër. Luma e që gjen stret tek ai. Pra i lum do thotë më shumë se i bekuar, i begat. Tek letra e parë e Gjonit 1:9 na thotë që nëse rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo padrejtësi. Pse e themi këtë dashuri, sepse jemi të krishterë, jemi të rilindur, por mëkati thamë është pjesa e trashëgimisë tonë. Dhe ne kemi lindur mëkatar. Dakord, me Perëndin kemi rilindur shpirtërisht, por mëkati mbetet pjesë e trupit tonë. Dhe mishi, në thotë shkrimi, ka dëshirat kundërta ndaj frymës së Perëndisë, dhe fryma dëshirat kundërta ndaj mishit. Që ju mos të bëni atë që doni, thotë shkrimi. Do thotë që gjitha dëshirat tona të njeriu çojnë mëkat. Kush do më çlirojë nga ky trup, thotë apostulli Paul, që po më çon drejt vdekjes. Tani kur e thotë apostulli Paul, njëri kaq i bekuar që ka shkruar pjesën e madhe të Testamentit të Ri, domethënë Perëndia përmes tij, thotë që trupi im po më çon drejt vdekjes dhe e nënshtroi trupin, thotë që mos bëjmë për të përjashtuar, thotë nga plani i Perëndisë, nga ungjilli. Tani kush jemi ne? Jemi mirë se Pali? Jemi po njësoj mëkatar si Pali. Kështu që edhe në këtë rrugtim shpirtëror, ne duhet zgjedhim të themi jo mëkatit në çdo gjë, por nuk mund dalim nga shkrimi që thotë sërish do bjem në mëkat.
Por ama Perëndia ka një zgjidhje dhe na thot, po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik i drejtë dhe na fal mëkatet dhe na pastron nga çdo paragjësi. Pra kur mëkatojmë në jetën tonë, mëkatojmë para Perëndisë, ne ja rrëfejmë Perëndisë. Sikurse kur mëkatojmë ndaj një njeriu tjetër, ja rrëfejmë personit tjetër, pra i themi më fal. Kjo solla gabim, nuk të respektova për shembull, ose të bëra këtë padrejtësi. Pra kur mëkatojmë ndaj tjetrit, ja rrëfejmë tjetrit. Kurse kur mëkatojmë ndaj Perëndisë, ja rrëfejmë Perëndisë mëkatet. Por me zemër, jo thjesht në praktikë fetare. Sepse të gjithë jemi mëkatarë dhe mëkati gjithmonë bëhet pjesë e trupit tonë. Por ama, Bibla theret jetojmë në frymë që ti mposhtim dëshirat e mishit. Dhe një shkrim nga Predikuesit 7:20 na thotë s'ka asnjë njeri të drejtë në tokë që bën mirë ose bën të mirën dhe mos të mëkatojë. Pra sado të drejtë jemi, sado mirë të bëjmë, prapë do mëkatojmë. Edhe atëherë kur nuk e presim. Madje kush thotë që është pa mëkat, ai është ka mëkat akoma më të madh. Lavdi Zotit. Por mos harrojmë që krishterimi pra nuk jetohet dot pa hirin e Perëndisë. Prandaj ndoshta edhe Perëndia e ka bërë kështu që ne jetojmë gjithmonë të varur dhe në nevojë ndaj Perëndisë dhe mos të kënaqemi me performancën tonë të besimit. Po quajmë performancë për ta kuptuar. Pra mos harrojmë që krishterimi është marrëdhënie me Perëndin dhe si i tillë duhet jetuar. Dhe le ta përmbledhëm dashur miq, ideja kryesore, pra Perëndia na ka dhënë shumë premtime të çmuara. Ne përmendëm disa këtu, por Bibla është plot me premtimet e Perëndisë për ne. Dhe ai pra Zoti është përherë besnik. Pra Zoti nuk ndryshon, thotë unë jam Zoti, nuk ndryshoj, ai është besnik. Gjithmonë besnik. Shkrimi atje thotë, nëse ndodh një gjë e keqe, mos thuaj që më ka tunduar Perëndia. Sepse Perëndia thotë nuk tundohet dhe nuk tundon asnjë. Nëse ti tundohesh, thotë je tunduar nga mëkati yt. Pra vetë e tunduar, nga mishi jot, nga mëkati jot. Pra të gjitha ke gabim, vetëm Zoti të ketë drejtë. Dhe Zoti është gjithmonë besnik të shkrim. Dhe çfarë ka premtuar ai në fjalën e tij, të gjitha do realizohen dhe qëndrojnë. Ne, pra nga ana jonë, nevojitet vetëm besim i palëkundur tek Perëndia në çdo kohë dhe në çdo stin. Pra si në të mirë, si në të keqe, jemi me njohës Perëndisë dhe të ecim me besim, të jetojmë me besim. Dhe besimi i krishter nuk është thjesht një besim fetar, nuk varet nga rregulla, nga rituale e të tjera. Besimi i vërtet biblik. Nga ku buron besimi i krishter, në kupton bindje ndaj këtyre premtimeve të Perëndisë. Dhe çdo gjë që na ndodh në jetë, si ato nga më të papritura, nga më të dhimbshme, ta dimë që ndodhin të lejuara nga Perëndia për të mirën tonë. Nëse qëndrojmë në besim, do ta kuptojmë në fund që gjithçka do bashkëpunojë për mirë. Për ata që duan Perëndin dhe janë thirrur sipas qëllimit të tij të shkrimit. Kështu që nëse diçka e pakëndshme na ndodh, ta dimë që Perëndia që është në kontroll të gjithësisë e ka lejuar atë gjë për ndërtimin tonë, për rritjen tonë shpirtërore dhe për shenjtërimin tonë. Sepse ai dëshiron të na bëjë sa më të ngjashëm me birin e tij Jezu Krishtit.